vjehri më shan me nanë, edhe më shan para tjerëve kur jam prezent, a bën mos me fol me ta. Subhanallah. Këtu fajin kryesore ka burri yt. Këto janë tema të ndihshme, tema të rana që unë nuk do të kisha toleru kurse se një gjatë tillë. Vjerja ka vendin e vet. Atë respekt të cilin i t'i dhon, edhe nëse nuk i jep fare respekt ose hizmet, ai s'ka drejt me të shoh. Ku mora ja drejt ty me ta shoh nanën? Me çfarë? Ku e lexoje? Ku po shkruan ajo? Burri i ka fajet. Nuk du të tham tash ndërmerre këtë hap ose atë hap, por po këshilloj bashkëshortin tënë që këtu le të jetë më i vendosur. Bab, të lutem, mbaje vendin ku e ke. Fitoje respektin, mos e hup respektin. Po ta dija unë që një fëmijë tam, një vajzë teme, një vjerë i saj, shahun kështu, unë nuk do të kisha fola se kisha pranuar në shtëpi atë vjerë të vajzës. Por edhe do ta kisha arsyetu vajzën e nuk e kisha kritiku nëse ajo nuk i bën hizmet. Unë kam martu vajzën me shku me uratu me një shtëpi, jo vajzës time me asha nanën, me asha bashortën time dikush. Se pranoj këto, se toleroj këto, absolut. 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 Bile do të kisha shku, kam krysh me ule dhe mi thanë zotni, çka keti në shpinë tanë që të kanë kap nervozat edhe pleqnija jote i rakat, të lutem vajzën teme mëse shaj. S'kam kur far borgje. Mos e hup respektin. Edhe as kisha pranu me ne me tas, me marrë në shpe. Nuk mi pas do senet qarta. Plesht, le ta din venin ku e kanë, me respektin për ta. Pale që kam i bati, ja i mund me të, po thamë, me të bërtit, me të këshilu. Pa hajde po toleroj me të bërtit në herë. I vjen momenti, ama me të asha nanën, kjo nuk në regull. Këtu burujt i ka fajet. Nëse nuk nalet edhe vazhdan, a i du të me thonë bab, ka dal, jetu e të pru. Ta kemi bë një respekt, ta trajtojmë rejen si vajzën tonë. Si vajzën tonë. Është e vladi dikuje, ka një baba, një nani, ka një karaktere, ka një morale, ka një ndere, ka një personalitet, sa do që është i dabët, edhe nësa është njeri më i keq në botë, ka personalitetin e vetë, ndjenjat e veta, plus para të tjerve. Ku ke pa kështu marë, subhanallah. Masaj ne përdojnë, s'po na respektojnë nusët. Po çfarë respekti lyp kë njeri? Kë nuk da respekt. Nuk po të thamë motër, ban kështu, ban ashtu. Se s'du me të, ndoshta nuk e di pozicionin e fuqishëm sa i kinë familje dhe të burri. Unë veç të regova që kjo nuk është absolut në rregull.